Diona Fona është njëra nga këngëtarët tona me një pamje të bukur dhe që ka një stil unik. Ajo është këngëtare e re, por shumë e talentuar. Tash sa vite në skenën muzikore, Diona ka ditur të ruaj imazhin e saj të mirë dhe të sjellë këngë të mira. Sigurisht që ka ditur ta ruaj edhe jetën e saj private larg vëmendjes së publikut. Por së fundmi, ajo është shfaqur në një emision televiziv në Top Channel dhe ka zbuluar shumë gjëra që publiku nuk i dinte për jetën e saj private. Diona tregoi se ka qenë shumë e dashuruar me një djalë, i cili përveç tjerash nuk donte që ta linte këngëtaren që të këndonte, dhe si duket, ky ishte kulmi për Fonën dhe i kishte dhënë fund asaj lidhje, dashurie që ajo thot se e ka dashur shumë personin me të cilin ka qenë në lidhje. Por e pyetur nga moderatorja për Yllimanin, Diona tha se me të ka një miqësi të mirë dhe mendon në të ardhmen që ta bëjnë ndonjë bashkëpunim. Madje Diona tregoi se në fillim kur është njohur me Yllimanin, ky i fundit kishte flirtuar me këngëtaren, por sipas saj ata nuk kanë ndonjë lidhje dashurie, por janë vetëm shokë të mirë dhe asgjë më shumë.